Ish banorja e Big Brother VIP 4, Livia Brunga ka qenë së fundmi në emisionin Se luan topi, ku ka folur përveç së tjerash edhe për marrëdhënien e saj me Mevlanin. Ky ngel pika ime më e dobët gjithmonë. Është absurde kjo gjë. Megjithatë është një fazë shumë delikate për mua kur flitet për Mevlanin dhe kam vendosur në këtë moment të mos jap informacione publike për sa i përket marrëdhënies tonë, si e mirë si e keqe siç mund të jetë. Unë jam një vajzë që është paragjykuar dhe paragjykohet shumë sepse thjesht e dua, sepse ka qenë një njeri që ka qenë në jetën time për shumë kohë. E kam në gjah. Dashuria nuk më është zbehur. Zemra ime nuk ka vend për dikë tjetër aktualisht. Jam gjykuar, paragjykuar vetëm se kam dashur. Prandaj preferoj të mbaj një privatësi. Jam Livia, do flas vetëm për Livian, jo për Livian dhe Mevlanin. Nuk është më e drejtë, tha ajo.